$4 e gjithë vendeve të gjirit nuk është se po ata nuk përfitojnë gjë që të qarkullojnë në Amerikë, por nga ana tjetër, dhe këtu është e gjithë ajo kurioziteti apo sekreti apo që do të mësojmë më vonë se çfarë ka ndodhur me luftën e gjirit, është që konkretisht çfarë ka ndodhur me luftën e gjirit? Pse të gjithë që kemi fituar. Po, por rezultati neto është që Shtetet Bashkuara të Amerikës po i marrin biznesin gjithë vendeve të gjirit të shitjes naftës dhe të gazit dhe sidomos të gazit. Pra, nga këndvështrimi po t'i lëmë të gjitha mënjan, bomat bërthamore, zionistët, Death to America nga Irani, po t'i heqim gjitha, t'i çveshim nga retorikat, ajo që mbetet për të parë është që nuk shitet më naftë dhe gaz nga gjiri, po shitet naftë dhe gaz nga Amerika. Dhe po të shikojmë të ardhurat e Chevronit dhe të Exxon Mobilit, janë ku e ku eksponencialisht shumë herë më të larta nga që kanë qenë para një viti. Kështu që në qoftë se unë do të tregoja vetëm këtë histori, ty pa të thënë se sa fëmijë janë vrarë në Iran dhe se sa baza amerikane janë shkatruar në gji, po thosha vetëm këto shifra, do thoshe që kjo luftë që nga bërë vetëm që të fitoj para Chevroni me Exxon Mobilin. Se varet nga çfarë përkundrejt kujt informacioni je i ekspozuar. E vërtetë. Pra, në një farë mënyrë, vizita në Kinë ka qenë një vizitë e ndarë në barazim për të dyja palët. Domethënë kemi ende një lojë të hapur, nuk është mbyllur. Absolutisht, dhe ajo që e tregon në mënyrë të qartë këtë që sapo thatë juve është krijimi i bordit të tregtisë dhe i bordit të investimeve. Pra, është një u takuam, shumë mirë që u takuam, ram dakord që takohemi përsëri dhe të vazhdojmë bisedimin. Si qeveria shqiptare bën menjëherë një bord që nuk zgjidh asgjë, si bordi i naftës tonë. Krijimi i dy bordeve nuk mund të duket sikur po flas pak si me ironi, nuk është se neglizhohet si moment, po vërteton atë që sapo thatë juve, apo konfirmon atë që sapo thatë, që nuk është se pati në një hop cilësor në marrëdhënien e dy vendeve, por u bisedua dhe u ra dakord që të vazhdojmë bisedimet. Ajo që e bën jashtëzakonisht pozitive që i bën vizitën dhe bisedimet është fakti nga vim. Pra, po shikojmë që vim nga një vit ku lufta tregtare ishte në kulmin e vet, 25-a, po shikojmë nga një ku Kina konsiderohesh armik dhe domethënë konkurrent i rrezikshëm, të thashë të tjera. Retorika të paktën nga ana e presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës, jo dhe aq e ekipit të tij, entourage, dhe kam frikë që sekretari i shtetit mund të humbi edhe punën për shkak të kontradiktave që në mënyrë se si u shpreh ndryshe nga presidenti, nuk e di e ndoqët apo jo që presidenti tha do ta shikojmë këtë punë për marrëdhënien me Tajvanin, kurse sekretari i shtetit tha nuk ka asnjë ndryshim në raportet e Shtetit Bashkuar të Amerikës me Kinën. Ka Rubio në fakt në kohë. Ka apo jo, me sa duket presidenti po pret që të marrë punën edhe me Kubën dhe pastaj ti thot sekretarit shkon në Kubë. Guvernator. Po, domethënë në tonë jashtëzakonisht serioze, nga vinë marrëdhëniet Kinë-Amerikë, vizita ishte suksesi i jashtëzakonshëm. Është më mirë që flasin. Është suksesi i jashtëzakonshëm, sepse vinë nga një luftë në një marrëveshje. Dhe duket që presidenti... Ndoshta në një armë pushim, do thoni, ambasador? Duket më shumë se aq, është më shumë drejt marrëveshjes se thjesht armë pushimi. Duket që presidenti ka realizuar në kuptimin e të kuptuarit, për sa kohë fjala realizim ka dhe atë përmbajtjen e të kuptuarit. Ka kuptuar thellë që varësia apo pozitat e Kinës në raport me disa lëndë të para është jetike për Shtetet Bashkuara të Amerikës, për F-35-ën, për Tomahawk, për gjithë raketat me precizion, që për fatin e keq dhe për shkak të çvendosjes së prodhimit nga Shtetet Bashkuara të Amerikës në drejtim të Azisë, dhe sidomos kontrollit të Kinës mbi tokat e rralla, duhet që të merren vesh me njëra tjetrën dhe ajo që besoj jashtëzakonisht e rëndësishme është të dallojmë që në rast se presidenti erdhi në fuqi në 20 janar vitin e kaluar, në fjalimin e vet të inaugurimit përdor fjalën decoupling, pra për të ndarë nga Kina, për ta bërë Kinën dhe ne s'kemi punë me ta. Po të shikojmë fjalimet e kësaj vizite, janë nata me ditën me pjesën e fjalimit për Kinën në ceremoninë e inaugurimit. Në këtë këndvështrim, kur, siç thash pak më përpara, kur fuqitë e mëdha grinden, nuk ka mirë bota, kur fuqitë e mëdha bashkëpunojnë, është mirë për të gjithë.
është ajo fjala e urtë e jona, kur zien atlarës qelmët i hango manë. Më thotë, lufta e Iranit, si kur u harua, do më thonë, bas një vizite në Kinë, Irani 100 milionësh, 90 milionësh, më saktë, duket sikur një temë e haruar, paka shumë. Pavarësisht se mund të rikthehet për publikun amerikan. Ashtu duket, ka një oftime. Amerikanët nuk kanë luajtur ende kartën e fundit të godasin instalacionet e nxjerrjes dhe përpunimit naftës iraniane, po me sa duket kjo ju është lënë si shteg iranianëve për paqe. Instalacionet e naftës dhe të gazit në gji janë dëmtuar në mënyrë të mjaftueshme për të garantuar supremacinë e eksporteve nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe koincidencë është që gjatë muajt që janë zhvilluar luftime në Iran, 50 rafinerit më të mëdha të naftës në botë, duke filluar nga Birmania edhe deri në vende tjera që s'kanë asnjë lidhje me luftën, janë hedhur në erë, janë sabotuar në Rumani. Dhe është një lajm i pashpjegueshëm që pse ka ndodhur, si ka ndodhur dhe kush i ka koordinuar që të prishen gjithë rafinerit në këtë kohë. Ka shumë komente që janë teknologji të prapambetura dhe një mënyrë për t'i hequr qafe dhe për t'i ribërë është që të sabotohen apo të hidhen në erë. Megjithatë, besoj që nga 2017 kur Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë shpallur vetë suficiencën në naftë dhe gaz edhe në burime energjetike, gjithë bota ka kaluar një ndryshim strukturor i cili ka prodhuar edhe gjithë këto pasojë që po jetojmë sot. Pra, natyrisht që ndryshime strukturore nuk i shfaqin ato pasojat e tyre nga dita në ditë, po ama nga 10 vjeçare në 10 vjeçare. Dhe ajo që përjetojmë sot është eksakt ky ndryshim strukturor, ku petrodollari ka humbur tashmë kuptimin dhe vlerën që kishte përpara se Shtetet e Bashkuara të Amerikës të përqafonin ato që quhet revolucioni shell fracking, për i nxjerrjes gazit me thyre nga shkëmbinjt. Dhe të gjithëve na kujtohet se sa i shkonte zotit president ajo thënia drill baby drill, domethënë her pas here në fushat, që do të thotë Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë bazuar një pjesë mirë të ardhmës tyre ekonomike nga zhvillimi i sektorit energjetik, sidomos gazit, dhe përmes tyre vasalizimi i gjithë të tjerëve, sepse vasalizimi i Europës në radhë parë ka ardhur duke e detyruar Europën që të konsumojë gaz amerikan.